Shqipëria luan sot në mbrëmje në arenën kombëtare në Tiranë një nga ndeshjet më të rëndësishme kualifikuese të botrorit 2026. Kundërshtari i kuqezimve do të jetë Serbia, rival që e bën këtë sfidë të tejkalojë emocionet sportive, sidomos për opinionin publik. Për serbët, kjo është ndeshja e parë në grupin K, ndërsa për Shqipërinë ndeshja e tretë, teksa jemi në kuotën e 3 pikëve, pas humbjes me Anglinë dhe fitoren me Andorrën. Trajneri Silvinho tha në konferencën e fundit se ka vendosur tashmë formacionin. Dilemat më të mëdha i ka patur në mbrojtje dhe sulm, në port do të jetë Strakosha, ndërsa në mbrojtje Gjimshiti Ajeti në qendër, Mita nga e Majta dhe Hysaj që duket më i favorizuar në të djathtë përballë Balliut. Në mesfush e palëvizshme Treshja, Aslani, Ramadani dhe Qazim Laçi. Surprizat më të mëdha do të vinë me sa duket nga faza ofensive. Silvinho do të zgjedh njëkohësisht Brojën dhe një qendër sulmues, duke spostuar në të djathtë të sulmit futbollistin e Chelsit, për të ulur kështu në stol Yasir Hasanin. Në të majtë të sulmit Arber Hoxha është favorit për ballën e Edim Bajramit, ndërsa në majtë të sulmit ka një balotazh mes Mirlin Daku dhe Rejmanajt, me sulmuesin e Rubin Kazan më të favorizuar. Nga ana tjetër Serbia ka një ekip me shumë lojtar me përvojë, duke nisur nga Dusan Vlahovic, Mitrovic, Jovic, Lukic, Milenkovic, Terzic apo Pavlovic. Ndeshja do të gjykohet nga italiani i mirënjohur Davide Massa. Vëmendja nga UEFA për këtë sfidë delikate, duke marrë në konsiderat incidentet e rënda të vitit 2014 në Beograd, është e madhe. 22.000 tifozë kanë fatin ta ndjekin këtë ndeshje nga afër, ndërsa dhjetëra të tjerë do ta shohin në rrugët e kryeqytetit, në ambiente të hapura apo shoqërisht për këtë mbrëmje. Shumë shqiptarë nga Kosova, me ose pa bileta, kanë udhëtuar gjithashtu posaçërisht për këtë sfidë. Masat e larta të sigurisë kanë kthyer praktikisht këtë sfidë një shtetërrethim për Tiranën. Rrugët afër stadiumit janë bllokuar, ndërsa 2.000 agentë janë në terren për të monitoruar situatën. Edhe skanimi i tifozëve që do të hyjnë në stadium do të shoqërohet me masa ekstremisht të larta.